Dy mjeshtrat e taekwondos në disiplinat Kyrjogi dhe Pumsae, Noh Kyung-min dhe Park Sung-kun, kanë bëritur në Shqipëri për të trajnuar sportistë dhe trajner shqiptar për këto dy disiplina. Fal bashkëpunimit me Taekwondo Promotion Foundation dhe ambasadën koreane, Federata Shqiptare e Taekwondos ka mundur të aksesojë Taekwondo Volunteers Team dhe pikërisht ky program është ai që ka bërë të mundur që dy mjeshtrat të qëndrojnë për më shumë se një muaj në Shqipëri, duke zhvilluar seanca praktike. Presidenti i Kokshit, zoti Fidel Ylli, i shoqëruar dhe nga zëvendës Ministri i Arsimit dhe Sportit, zoti Endrit Hoxha, pritën në një takim shumëmisor në zyrat e Komitetit Olimpik, dy mjeshtrat e Taekwondos, Noh Kyung-min dhe Park Sung-kun. Në takim ku ishin të pranishëm dhe zëvendës presidenti zoti Leonida Kapri, sekretari i përgjithshëm zoti Holtion Orhani dhe i trajneri i ekipit kombëtar zoti Xhevair Hysa, u diskutua për një mbështetje më të madhe të këtij sporti dhe mundësitë për përfshirjen në projektin e ekipeve sportive në shkolla. Mjeshtrat Noh Kyung-min dhe Park Sung-kun, gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri, kanë punuar individualisht me shumë sportistë të ekipit kombëtar, ndërsa janë konsultuar dhe me trajnerët e ekipeve për metodologjitë më të mira stërvitore.